të nderuar kolegë dhe përfaqësues të medias. Sot më datën 17 dhjetor 2025, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi raportin e ndërmjetëm të politikës monetare për tremujorin e katërt. Informacioni i marrë në analizë sugjeron se ekonomia shqiptare ka vijuar të ndjek një trajektore pozitive zhvillimi gjatë gjysmës së dytë të vitit 2025. Kjo ecuri pasqyrohet në rritjen solide të aktivitetit ekonomik, mbajtjen e inflacionit nën kontroll, si edhe në konsolidimin e treguesve kryesor të shëndetit ekonomik dhe financiar të vendit. Politika monetare e ndjekur nga Banka e Shqipërisë ka patur një rol esencial në këtë kontekst. Qëndrimi i saj konsistent me objektivin tonë stabilitetit çmimeve dhe fleksibiliteti operacional kanë kontribuar në ankorimin e pritjeve për inflacionin dhe kanë gjeneruar kushte financiare të përshtatshme për rritjen e konsumit dhe të investimeve të familjeve dhe të bizneseve. Parashikimet tona për të ardhmen mbeten pozitive. Ekonomia pritet të rritet pranë potencialit të saj gjatë horizontit afatmesëm, ndërsa inflacioni pritet të kthehet në objektiv gjatë 6 mujorit të dytë të vitit 2026. Në këto rrethana, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë gjykoi se qëndrimi i politikës monetare mbetet i përshtatshëm. Lejoni të afroj në vijim një pasqyrë më të detajuar të opinionit tonë mbi zhvillimet ekonomike dhe financiare, si dhe të detajoj vendimin e politikës monetare që mori Këshilli Mbikëqyrës i Bankës në mbledhjen e sotshme. Inflacioni i çmimeve të konsumit rezultoi në nivelin mesatar prej 2.2% gjatë muajve tetor nëntor, duke shënuar një rënje të lehtë nga tremujori i tretë. Kjo ecuri u diktua më së shumti nga ulja e inflacionit të artikujve ushqimor. Paralelisht me to, rritja e shpejtë e çmimit qeras u frenua në muajin nëntor, kontributi negativ i inflacionit të naftës u zbeh plotësisht, ndërsa inflacioni i artikujve të tjerë rezultoi përgjithsisht i qëndrueshëm. Në terma makroekonomik, presionet e brendshme inflacioniste vijojnë të jenë në linjë me objektivin e stabilitetit të çmimeve, duke pasqyruar një ekuilibër më të mirë të kërkesës dhe të ofertës në tregun e produkteve. Nga ana tjetër, presionet e huaja janë dobësuar më tej në pasqyrim të rënies së çmimeve të lëndëve të para në tregjet ndërkombëtare dhe mbi çmimit ndonse më të ngadaltë të lekut. Në reflektim të këtyre zhvillimeve, inflacioni brendshëm dhe ai bazë janë rritur gjatë vitit, duke qëndruar rreth niveleve mesatare 3.1 deri në 3.5% në muajt tetor dhe nëntor, ndërkohë që inflacioni importuar është në territor negativ dhe afat shkurtër ka zbritur në minimumet e tij historike. Pas rritjes me 3.6% në 6 mujorin e parë, informacioni disponuar sugjeron se ekonomia shqiptare ka vijuar të rritet me ritme të ngjashme edhe në gjysmën e dytë të vitit. Të dhënat nga sektori real, monetar dhe fiskal sinjalizojnë rritjen e mëtejshme të konsumit, të investimeve dhe të eksporteve të shërbimeve, duke reflektuar vijimin e trendit pozitiv gjatë muajve të fundit. Në veçanti, rritja me rreth 22% e shërbimeve të turizmit në tremujorin e tretë tregon vijimin e kontributit pozitiv të këtij sektori në ekonomi. Kjo dinamikë ka ndikuar në përmirësimin e pozicionit jashtëm, duke e çuar ekonominë shqiptare për herë të parë në periudhën post-tranzicion drejt suficitit llogarisë korrente për 3 tremujoret e parë të vitit. Rritja ekonomike është pasqyruar edhe në ecurinë e tregut të punës. Shkalla e papunësisë zbriti në nivelin 8.1% në tremujorin e tretë të vitit, ndërsa pagat në sektorin privat u rritën me 9.8%, duke treguar një rritje dinamike dhe me bazë të gjerë. Deri tani, rritja e pagave ka mbështetur rritjen e fuqisë blerëse të familjeve, pa gjeneruar presion e shtesë mbi inflacionin. Megjithatë, kërkesa e lartë për punë nga bizneset dhe kufizimet për fuqi punëtore vazhdojnë të mbajnë nën presion tregun e punës, duke përbërë një rrezik të kahut të sipër mbi ecurinë e inflacionit. Në tërësi, faktorët mbështetës rritjes ekonomike në afatmesëm paraqiten solid. Gjendja e qëndrueshme financiare e sektorit privat, së bashku me klimën pozitive të besimit dhe kushtet e favorshme të financimit, kanë nxitur rritjen e konsumit dhe të investimeve private. Paralelisht me to,
rritja e të ardhurave nga turizmi ka vijuar të jap një kontribut pozitiv në ekonomi. Njëkohësisht, politikat e kujdesshme dhe të koordinuara makroekonomike kanë bërë të mundur ruajtjen e stabilitetit të çmimeve dhe kanë forcuar qëndrueshmërinë makroekonomike. Në veçanti, politika monetare ka lëvizur në kahun akomodues edhe gjatë vitit 2025, duke ulur normën bazë interesit në muajin korrik dhe duke vijuar të ruajë një prezencë të lartë në tregun valutor me qëllim zbutjen e presioneve forcuese ndaj kursit të këmbimit. Këto ndërhyrje kanë kontribuar në një stabilitet më të lartë të kursit këmbimit dhe të mjedisit financiar. Përjedhoj, tregu financiar është faqur i qëndrueshëm me prime të ulta rreziku dhe me norma të ulta interesi. Kredia për sektorin privat ka vijuar të zgjerohet me ritme të larta e nxitur nga kërkesa e qëndrueshme dhe e mbështetur nga kushtet e favorshme të financimit. Portofoli kredisë shënoi një rritje vjetore prej 14.2% në muajin nëntor, duke qëndruar pranë ritmeve të vitit kaluar, por dukshëm mbi mesataren e viteve të fundit. Në veçanti vjen re 3 zhvillime pozitive. Së pari, rritja e qëndrueshme e kredisë për investime, e cila sinjalizon zgjerimin e kapaciteteve prodhuese të vendit. Së dyti, rritja e shpejtë e kredisë në lek dhe rritja e peshës së saj ndaj totalit kredisë, çka përmirëson si hapësirën e veprimit të politikës monetare, ashtu dhe stabilitetin financiar të vendit. Dhe së treti, cilësia e qëndrueshme e portofolit kredisë, e ilustruar nga niveli i ulët i raportit të kredisë me probleme, i cili rezulton në nivelin e 4.3%. Në këtë kontekst, parashikimet tona për të ardhmen mbeten pozitive. Aktiviteti ekonomik parashikohet të rritet me ritme të qëndrueshme dhe pranë potencialit në periudhën afatmesme, duke reflektuar rritjen e konsumit, investimeve dhe eksportit të turizmit. Kjo rritje do të mbështetet nga gjendja e qëndrueshme financiare e sektorit privat, kushtet stimuluese të financimit, zgjerimi i kredisë dhe besimi i agjendëve tek ekonomia e vendit. Rritja ekonomike pritet të shoqërohet me rritjet më teshme të punësimit dhe të pagave. Inflacioni parashikohet të kthehet në objektivin ton prej 3% gjatë tremujorit të dytë të vitit 2026. Në mungesë të goditjeve të ofertës, ky kthim do të mbështetet nga stabilizimi i çmimeve në tregjet ndërkombëtare, modernizimi dhe moderimi i mbiçmimit të lekut dhe nga qëndrueshmëria e presioneve të brendshme në pasqyrim të rritjes së shëndetshme të ekonomisë dhe pritjeve të ankoruara për inflacionin. Gjykimi ynë mbi balancën e rreziqeve ndaj parashikimit të inflacionit nuk ka ndryshuar, me rreziqe të balancuara në afatmesëm. Në veçanti, një rritje e tensioneve gjeopolitike mund shkaktojë një inflacion më të lartë se pritjet, ndërsa një ngadalësim më i fortë i ekonomive partnere mund ndikojë në kahun e kundërt për inflacionin. Bazuar në sa më sipër, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në mbledhjen e sotme vendosi të mbajtë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin e 2.5%, gjithashtu të mbajtë të pandryshuar normën e interesit të depozitës një ditore në nivelin e 1.5%, dhe të mbajtë të pandryshuar normën e interesit të kredisë një ditore në nivelin e 3.5%. Këshilli Mbikëqyrës gjykon se qëndrimi aktual i politikës monetare mbetet i përshtatshëm për përmbushjen e objektivit tonë të stabilitetit të çmimeve. Ai afron një balancë të drejtë midis nxitjes së rritjes ekonomike në afat shkurtër me ruajtjen e stabilitetit të çmimeve në afat mesëm. Gjithashtu, Këshilli Mbikëqyrës vëren se balanca e përgjithshme e presioneve afatmesme po afrohet gradualisht drejt objektivit tonë të inflacionit, zhvillimi i cili do të gjejë një faktorizim në rritje në vendimarrjen tonë të ardhshme. Megjithatë, vendimet e politikës monetare do të vijojnë të kushtëzohen në çdo rast nga informacioni i ri dhe në veçanti nga analizat dhe vlerësimet mbi ecurinë e presioneve të brendshme inflacioniste. Këto vendime do të jenë gjithnjë në përputhje me objektivin tonë të stabilitetit të çmimeve, konsistente me kahun e politikës fiskale dhe ecurinë e kursit këmbimit në vend, si dhe me zhvillimet potenciale në tregjet ndërkombëtare dhe partnerët tanë të huaj tregtar. Nderuar të pranishëm,
duke përfituar nga fakti se kjo konferencë shtypje është e fundit për vitin 2025, ashtu si që është bërë dhe traditë e këtyre konferencave, dëshiroj të bëj një pasqyrë të shkurtër të punës dhe të rezultateve të Bankës Shqipërisë për vitin që po lëm pas. Fillimisht më lejoni të theksoj se aktiviteti i punës së Bankës Shqipërisë ka qenë dhe do të mbetet i orientuar drejt përmbushjes së objektivave dhe detyrave tona ligjore, garantimin e stabilitetit të çmimeve së pari, mbështetjen e stabilitetit financiar dhe zhvillimin e tregjeve financiare dhe të sistemeve të pagesave. Në këtë këndvështrim, gjej me vënd të konstatoj se Banka e Shqipërisë i ka përmbushur me sukses këto detyra gjatë vitit 2025, duke dhënë një kontribut esencial në forcimin e stabilitetit ekonomik dhe financiar të vendit, kontributi i cili është njohur edhe nga vlerësimet e partnerëve tanë të brendshëm dhe të huaj. Meqense komunikimi për çështjet e politikës monetare ka qenë më i shpeshtë, në vijim dëshiroj të ndalem në fushat e tjera të aktivitetit ton, duke filluar nga puna jonë për forcimin e stabilitetit financiar në vend. Aktiviteti i Bankës Shqipërisë në këtë drejtim orientohet në 3 shtylla kryesore: në mbikëqyrjen dhe rregullimin bankar, në politikën makroprudenciale dhe në ndërhyrjen e jashtëzakonshme. Në drejtim të mbikëqyrjes dhe të rregullimit bankar, puna jonë u fokusua në ruajtjen e parametrave të shëndetit të sistemit bankar, duke vënë theksin në një vlerësim më thelluar të rreziqeve, veçanërisht atyre që lidhen me kreditimin dhe përqendrimet sektoriale. Gjatë vitit 2025 ne kemi kryer 12 ekzaminime në vend, duke përfshirë subjekte bankare dhe jo bankare, subjektet e paras elektronike dhe shoqëritë e kursim kreditit, si edhe kemi ndërmarrë 30 inspektime në zyrat e këmbimit valutor. Gjithashtu në kuadër të procesit të integrimit evropian, ne kemi punuar për një rishikim tërësor të legjislacionit në fuqi, duke synuar përshtatjen e tij me standardet më të avancuara europiane, si dhe kemi vijuar komunikimin me autoritetin bankar europian EBA në drejtim të procesit të ekuivalencës, si dhe me autoritetet homologe në kuadër të kolegjeve mbikëqyrëse. Në funksion të mbrojtjes së konsumatorit, ne kemi forcuar kërkesat për transparencë në produktet dhe shërbimet financiare, veçanërisht në informimin e klientëve mbi normat e interesit, kostot totale dhe komisionet dhe kushtet kontraktore. Subjektet financiare që ne kemi nën jurisdiksion janë orientuar të përdorin një gjuhë të qartë në mënyrë që konsumatorët të marrin vendime të informuara. Në fushën e parandalimit pastrimit paras dhe financimit të terrorizmit, prioritet kryesor i Bankës Shqipërisë ka qenë monitorimi i shkallës së përputhshmërisë së sistemit bankar me legjislacionin në fuqi dhe vijimi bashkëpunimit ndër-institucional, veçanërisht me Agjencinë e Inteligjencës Financiare në përputhje me rekomandimet e Manivalit. Së fundi në funksion të kontrollit rreziqeve të lidhura me digitalizimin, në bashkëpunim me Departamentin Amerikan të Thesarit, ne kemi kryer një vlerësim të sigurisë kibernetike të bankave. Ky vlerësim konkludoi se këto subjekte janë orientuar drejt forcimit kontrolleve dhe të mbrojtjes së të dhënave. Në drejtim të politikës makroprudenciale, për të ruajtur cilësinë e përgjithshme të ekspozimeve bankare, në muajin qershor 2025, ne kërkuam nga bankat plotësimin e rritjes së dytë të shtesës kundër ciklike të kapitalit. Po ashtu për të ruajtur cilësinë e ekspozimeve bankare në drejtim të tregut të pasurive të patundshme, në maj të vitit 2025, Banka e Shqipërisë mori vendimin për vendosjen e kufizimeve në disa tregues të standardeve të kredisë së re për pasuritë palujtshme rezidenciale. Edhe në këtë fushë, Banka e Shqipërisë mbetet proaktive për adoptimin e standardeve më të mira. Në drejtim të ndërhyrjes jashtëzakonshme, Banka e Shqipërisë ka kryer rishikimin vjetor të planeve të bankave për vijshmërinë e aktivitetit dhe ka monitoruar progresin e tyre në drejtim të plotësimit të kërkesave rregullatore për nivelin minimal kërkuar për kapital dhe likuiditet, që e quajmë MREL. Këto zhvillime kanë mundësuar një zgjerim të shpejtë të shëndetshëm të veprimtarisë bankare, të mbështetur nga rritja e depozitave të publikut dhe të orientuar drejt kreditimit të investimeve në tituj. Treguesit e kapitalizimit, likuiditetit dhe të performancës financiare të sektorit bankar ruajtën nivele të mira.
Lidhur me sistemet e pagesave. Banka e Shqipërisë ka shënuar përparime konkrete gjatë vitit 2025 edhe në fushën e sistemeve të pagesave. Kjo si në drejtim të modernizimit të infrastrukturës financiare, ashtu dhe të avancimit të agjendës së integrimit evropian. Këto zhvillime kulmojnë me aderimin e Shqipërisë në zonën unike të pagesave në euro, SEPA, një arritje me peshë strategjike e cila e pozicionon vendin tonë në të njëjtin nivel funksional me tregun evropian të pagesave. Ky hap dëshmon se sistemi financiar shqiptar ka arritur një nivel maturie institucionale, rregullatore dhe teknologjike të krahasueshme me standardet e Bashkimit Evropian, duke garantuar pagesa në euro me të njëjtat rregulla, me të njëjtën shpejtësi dhe kosto si brenda vendeve të Bashkimit Evropian. Në të njëjtën kohë, Banka e Shqipërisë ka përfunduar me sukses modernizimin e infrastrukturave kritike të pagesave, konkretisht sistemet AIPS, AIPS Euro dhe AEK, përmes implementimit të standardeve më të mira të fushës. Këto investime strategjike kanë rritur qëndrueshmërinë, sigurinë dhe eficiencën e sistemeve të pagesave. Paralelisht me to, masat rregullatore të ndërmarra kanë nxitur përdorimin e pagesave elektronike, duke ulur ndjeshëm kostot për qytetarët dhe bizneset, si dhe duke nxitur formalizimin dhe modernizimin e ekonomisë shqiptare. Qysh nga vënia në jetë e këtyre nismave, konsumatori shqiptar dhe bizneset gjithashtu kanë kursyer nga komisionet rreth 200 milion euro. Në vijim të këtij transformimi strukturor, me mbështetjen e Bankës së Italisë, ne kemi nisur zbatimin e projektit TIPS Klon, një nismë strategjike që synon krijimin e një platforme kombëtare për pagesat e menjëhershme, plotësisht të harmonizuar me standardet europiane dhe të ndërveprueshme me sistemet e Bashkimit Evropian. Ky projekt përbën një hap kyç drejt ekonomisë digjitale, duke mundësuar pagesat në kohë reale 24/7 dhe duke hapur rrugën për produkte dhe modele të reja biznesi në tregun e pagesave. Lidhur me administrimin e rezervës valutore, do të thoja se rritja e vazhdueshme e stokut të rezervës valutore në Bankën e Shqipërisë gjatë viteve të fundit, e cila aktualisht shënon vlerën e 7.1 miliard eurove, ka diktuar nevojën për përmirësimin e mëtejshëm të administrimit të rezervës valutore. Më konkretisht, gjatë vitit 2025, puna jonë është fokusuar në drejtimet e mëposhtme. Përmirësimin e infrastrukturës së teknologjisë së informacionit, në mbështetje të aktivitetit të administrimit rezervës valutore dhe të aktiviteteve të tjera operacionale të Bankës Shqipërisë, në zgjerimin e gamës së instrumenteve ku investohet kjo rezervë valutore dhe në rishikimin e peshës strategjike të rezervës të arit monetar të Republikës së Shqipërisë. Lidhur me komunikimin, viti 2025 shënoi një moment historik për Bankën e Shqipërisë, me kremtimin e 100 vjetorit të krijimit të Bankës Qendrore dhe të themelimit të sistemit monetar shqiptar. Ky përvjetor u konceptua jo vetëm si një akt përkujtimor, por dhe si një platformë reflektimi dhe komunikimi publik mbi rolin e Bankës Qendrore në ndërtimin e shtetit shqiptar dhe garantimin e stabilitetit ekonomik dhe përparimin e procesit të integrimit evropian. Përmes një programi të gjerë aktivitetesh institucionale, kulturore dhe akademike, Banka e Shqipërisë ndërtoi një narrativ gjithëpërfshirëse që lidhi trashëgimin historike me misionin dhe sfidat e së ardhmes, duke forcuar më tej lidhjen me publikun dhe besimin në institucionin tonë. Paralelisht me të, komunikimi institucional u fokusua në shpjegimin e vendimarrjes së bankës lidhur me politikën monetare, me stabilitetin financiar dhe me reformat strukturore, me synim forcimin e besueshmërisë dhe pritjeve të informuara të aktorëve ekonomik në vend. Lidhur me aktivitetet tjera në mënyrë të përmbledhur, do të thoja se paralelisht me këto drejtime primare të punës tonë, gjatë vitit 2025, Banka e Shqipërisë ka punuar për realizimin e projekteve strategjike që synojnë modernizimin e infrastrukturës statistikore, në kuadër të procesit të antarësimit Bashkimit Evropian dhe në përgjigje të zhvillimeve të shpejta teknologjike, të integrimit financiar dhe të kërkesës në rritje për transparencë, cilësi dhe qëndrueshmëri të të dhënave.
Gjithashtu ne kemi punuar për plotësimin në kohë dhe me cilësi të nevojave të ekonomisë për para fizike, duke mundësuar furnizimin e rregullt të sistemit bankar dhe të ekonomisë shqiptare me para fizike në kesh. Së fundi ne kemi investuar për rritjen e sigurisë kibernetike nëpërmjet përmirësimit të sigurisë së infrastrukturës dhe sistemeve informatike, përsosjes së mëtejshme të bazës rregullatore dhe procedurale, planeve të vijimësisë, përditësimit të sistemeve të sigurisë e të mbrojtjes, si dhe të rritjes së shkallës së ndërgjegjësimit dhe të reagimit ndaj kërcënimeve dhe sulmeve kibernetike. Të nderuar përfaqësues të medias, të nderuar pranishëm, në mbyllje këtij prezantimi dëshiroj t'ju uroj festa të gëzuara dhe një vit të ri sa më të mbar, po ashtu dëshiroj t'ju siguroj se Banka e Shqipërisë do të vijë të punojë për përmbushjen e misionit të saj ligjor, duke ju garantuar se përkushtimi dhe profesionalizmi i stafit të Bankës së Shqipërisë kanë qenë dhe do të mbeten një garanci solide për stabilitetin monetar dhe financiar të vendit. Ju falenderit dhe gëzuar festat që kemi përpara. Nëse ka pyetje, ka. Falenderit.